Një nga momentet më të bujshme të shtëpisë më të famshme në Shqipëri ndodhi kur Ekti Tako vendosi të largohet nga shtëpia për shkak të gjendjes së saj shëndetësore dhe psikologjike. Ky largim ka shkaktuar shumë reagime nga banorët e tjerë, ndërta dhe Redon Berani, i cili ka shprehur keqardhje për vendimin e saj, por gjithashtu ka theksuar shqetësimin e tij për situatën psikologjike të Eglit. Po ndi keqardhje që ka dalë, por më shumë më vjen keq për gjendjen e saj psiqike që ka arritur deri në këtë pikë. Shpresoj që të jetë mirë. U shokova kur e mora vesh. Shpresoj që të jetë mirë, por nuk më duke besueshme. Nuk e kam ditur sa është pjesë e lojës dhe sa është duke degraduar deri në atë pikë që mund të dalë nga loja, tha Redoni, i cili ishte ftuar në një emision. Ai shtoi se besonte se Egli mund të ishte mirë, por nuk ka mundur të shmang shqetësimin për gjendjen e saj, duke theksuar: "Nuk ka rëndësi çmimi dhe loja, por që ajo të ketë kujdes për veten dhe si trajtohet si temë." Na duhet t'i kujtojmë se Redon Berani dhe Egli kishin një lidhje mjaft të afërt, për sa kohë ishin në shtëpinë më të famshme me njëri tjetrin, se çfarë do të ndodhë tani, na mbetet vetëm të presim.